Data 26 prill. Numrat, kapitulli 3. Këta janë pasardhësit e Aronit dhe të Mojsiut në kohën kur Zoti i foli Mojsiut në malin Sinai. Këta janë emrat e bijve të Aronit: Nadabi, i parlinduri, Abihu, Eleazari dhe Ithamari. Këta janë emrat e bijve të Aronit, të vajosur si priftrinj, që ai shenjtëroi për të shërbyer si priftrinj. Nadabi dhe Abihu vdiqën para Zotit, kur ofrua një zjarr të palejueshëm para Zotit në shkretëtirën e Sinait. Ata nuk patën bij. Kështu Eleazari dhe Ithamari shërbyen si priftrinj në praninë e Aronit, atit të tyre. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thënë: Afro fisin e levitëve dhe paraqite para priftit Aron që të vihet në shërbim të tij. Ata do të zbatojnë të gjitha udhëzimet e tij dhe do të kryejnë të gjitha detyrat që lidhen me tërë asamblen para çadrës së mbledhjes, duke kryer shërbimin e tabernakullit. Do të kujdesen për të gjitha orenditë e çadrës së mbledhjes dhe do të përmbushin të gjitha detyrimet e bijve të Izraelit duke kryer shërbimin e tabernakullit. Levitët do t'u japësh Aronit dhe bijve të tij. Ata duhet t'u jepen plotësisht nga gjiri i bijve të Izraelit. Ti do të vendosësh Aronin dhe bijtë e tij në mënyrë që ata të kryejnë funksionet e priftërisë së tyre, por çdo i huaj tjetër që afrohet do të dënohet me vdekje. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: Ja, unë i mora levitët nga gjiri i bijve të Izraelit në vend të çdo të parlinduri që çel barkun e nënës midis bijve të Izraelit. Prandaj levitët do të jenë të mit, sepse çdo i parlindur është i imi. Ditën që godita të gjithë të parlindurit në vendin e Egjiptit, unë ja shenjtërova vetvetes të gjithë të parlindurit në Izrael, qoftë të njerëzve, qoftë të kafshëve, ata do të jenë të mit. Unë jam Zoti. Pastaj Zoti i foli Mojsiut në shkretëtirën e Sinait duke i thënë: Bëj regjistrimin e bijve të Levit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe të familjeve të tyre. Do të bësh regjistrimin e të gjithë meshkujve një muajsh e lartë. Kështu Mojsiu bëri regjistrimin sipas urdhrit të Zotit, ashtu siç ishte urdhëruar. Këta janë bijtë e Levit sipas emrave të tyre: Gershon, Kehath dhe Merari. Këta janë emrat e bijve të Gershonit sipas familjeve të tyre: Libni dhe Shimei. Bijtë e Kehathit sipas familjeve të tyre ishin Amrami, Icehari, Hebroni dhe Uzieli. Bijtë e Merarit sipas familjeve të tyre ishin Mahli dhe Mushi. Këta janë familjet e levitëve në bazë të shtëpive të etërve të tyre. Nga Gershoni rrjedhin familja e Libnitëve dhe familja e Shimetëve. Këto janë familjet e Gershonitëve. Ata që u regjistruan, duke numëruar tërë meshkujt e moshës një muajsh e lartë, ishin 7500. Familjet e Gershonitëve duhet të zinin vend para tabernakullit në drejtim të perëndimit. I pari i shtëpisë së etërve të Gershonitëve ishte Eliasafi, bir i Laelit. Detyrat e bijve të Gershonit në çadrën e mbledhjes kishin të bënin me tabernakullin, me çadrën dhe mbulesën e saj, me perden e hyrjes në çadrën e mbledhjes, me perdet e oborrit, me perden në hyrjen e oborrit rreth tabernakullit dhe rreth altarit dhe litarët e tij për tërë shërbimin që u takonte. Nga Kehathi rrjedhin familja e Amramitëve, familja e Iceharit, familja e Hebronitëve dhe familja e Uzielitëve. Këto janë familjet e Kehathitëve. Duke numëruar tërë meshkujt që ishin në moshë një muaj e lartë, kishte 8600 vetë që kujdeseshin për shenjtëroren. Familjet e bijve të Kehathit duhet të zinin vend në krahun jugor të tabernakullit. I pari i shtëpisë së etërve të Kehathit ishte Elicafani, bir i Uzielit. Detyrat e tyre kishin të bënin me arkën, me tryezën, me shandanin, me altarët dhe me orenditë e shenjtërores me të cilat ata kryenin shërbimin, me velin dhe gjithë punën që lidhet me këto gjëra. Princi i princave të levitëve ishte Eleazari, biri i priftit Aron. Ai mbikëqyrte ata që kujdeseshin për shenjtëroren. Nga Merari rrjedhin familja e Mahlitëve dhe familja e Mushitëve. Këto janë familjet e Merarit. Ata që u regjistruan duke numëruar tërë meshkujt nga mosha një muajsh e lartë ishin 600.200. Prisi i shtëpisë së etërve të familjeve të Merarit ishte Curieli, bir i Abihailit. Ata duhet të zinin vend në krahun verior të tabernakullit.
Detyrat e caktuara për bijtë e Merarit kishin të bënin me dërrasat e tabernakullit, me traversat e tij, me shtyllat dhe bazat e tyre, me tër veglat e tij dhe tër punën që ka të bëjë me këto gjëra, me shtyllat e oborrit rreth e qark, me bazat e tyre, me kunjat dhe me litarët e tyre. Përpara tabernakullit në krahun e tij lindor, përballë çadrës së mbledhjes, nga ana e lindjes së diellit, duhet të zinin vend Mojsiu, Aroni dhe bijtë e tij. Ata kujdeseshin për shenjtëroren duke plotësuar detyrat e bijve të Izraelit, por çdo i huaj tjetër që do të afrohej, do të dënohej me vdekje. Tër levitët e regjistruar nga Mojsiu dhe Aroni në bazë të familjeve të tyre sipas urdhrit të Zotit, të gjithë meshkujt që nga mosha 1 muajsh e lart ishin 22.000. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Bëj regjistrimin e të gjithë parlindurve meshkuj ndër bijtë e Izraelit nga mosha 1 muajsh e lart dhe llogarit edhe emrat e tyre. Do t'i marrësh levitët për mua. Unë jam Zoti, në vend të gjithë parlindurve ndër bijtë e Izraelit dhe bagtinë e levitëve në vend të parlindurve ndër bagtitë e bijve të Izraelit." Kështu Mojsiu bëri regjistrimin e të gjithë të parlindurve ndër bijtë e Izraelit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Të gjithë të parlindurit meshkuj që u regjistruan duke numëruar emrat e tyre nga mosha 1 muajsh e lart, ishin 22.273. Pastaj Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: "Merr levitët në vend të gjithë të parlindurve të Izraelit dhe bagtinë e levitëve në vend të bagtisë së tyre. Levitët do të jenë të mit. Unë jam Zoti. Për shpengimin e 273 të parlindërve të Izraelit që e kalojnë numrin e levitëve, do të marrësh 5 sikla për frymë sipas siklit të shenjtërores. Sikli ka 20 gere. Para do t'ja japësh Aronit dhe bijve të tij për të shpenguar ata që e kalojnë numrin e tyre." Kështu Mojsiu mori paratë e shpengimit nga ata që e kalonin numrin të parlindërve të shpenguar nga levitët. Mori paratë të parlindërve të bijve të Izraelit, 1365 sikla sipas siklit të shenjtërores. Pastaj Mojsiu paratë e tyre që ishin shpenguar ja dha Aronit dhe bijve të tij, sipas urdhrit të Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Psalmi 37. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij, mos kis mirë ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari i blert. Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira, bano vendin dhe shto besnikrin. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesdita. Rri në heshtje para Zotit dhe prit atë. Mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbar punët e veta, për njeriu që ndjek planet e tij të këqija. Hiq dorë nga zemrimi dhe lëre për buzjen. Mos u dëshpëro. Kjo do të të çonte edhe ty të bëje të keqen. Sepse njerëzit e këqij do të shfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Edhe pak dhe i pabesi nuk do t'jetë më. Po, ti do të kërkosh me kujdes vendin e tij dhe ai nuk do t'jetë më. Por zemërbutët do të zotërojnë tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. I pabesi komploton kundër të drejtit dhe kërcëllin dhëmbët kundër tij. Zoti shesh me të, sepse e sheh që vjen dita e tij. Të pabesët kanë nxjerr shpatën dhe kanë nderur harkun e tyre për të rrëzuar të mirin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecën drejt në rrugën e tyre. Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe harqet e tyre do të thyhen. E vlen më tepër e pakta e të drejtit se sa bollëku i shumë të pabesëve, sepse krahët e të pabesëve do të thyhen, por Zoti i përkrah të drejtët. Zoti i njeh ditët e njerëzve të ndershëm dhe trashëgimia e tyre do të vazhdojë për jetë. Ata nuk do të ngatërohen në kohën e fatkeqësisë dhe në ditët e zizë do të ngopen, por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do të bëhen tym si dhjami i qengjave. I pabesi merr hua dhe nuk e kthen, por i drejti ka mëshirë dhe dhuron. Sepse të bekuarit nga Zoti do të trashëgojnë tokën, por ata që janë mallkuar prej tij do të shfarosen. Hapat e njeriu i drejton Zoti kur atij i pëlqejnë rrugët e tij. Por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë sepse Zoti e mban për dore. Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kurrë të drejtin të braktisur dhe pasardhësit e tij të lypin bukë. Ai ka mëshirë dhe i jep kur do herë hua.
dhe pasardhësit e tij janë në bekim. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, dhe do të kesh një banesë të përjetshme, sepse Zoti e do drejtësinë dhe nuk ka për t'i braktisur kurrë shenjtorit e tij. Ata do të ruhen për jetë, ndërsa pasardhësit e të pabezëve do të shfarosin. Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të. Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjuha e tij flet për drejtësi. Ligji i Perëndisë së tij është në zemrën e tij, hapat e tij nuk do të lëkunden. I pabesi përgjon të drejtin dhe përpiqet ta vrasë. Zoti nuk do ta lërë në duart e tij dhe nuk do të lejojë që të dënohet kur të gjykohet. Ki shpresë të patundur te Zoti dhe ndiq rrugën e tij, dhe ai do të të lartojë me qëllim që ti të trashëgosh tokën. Kur të pabesët të jenë të shfarosur, ti do ta shikosh. E pash njeriun e pushtetshëm dhe të furishëm të bekatohen si një pemë e gjelbër mbi tokën e tij të lindjes. Por pastaj u zhduk, dhe ja, nuk është më. E kërkova, por nuk e gjeta më. Ki kujdes për njeriun e ndershëm dhe këshyr njeriun e drejtë, sepse e ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja, por shkelësit do të shkatërrohen të gjithë. Në fund, të pabesët do të dormohen, por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti. Ai është kështjella e tyre në kohën e fatkeqësisë. Dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron nga të pabesët dhe i shpëton sepse kanë gjetur streh tek ai. Kënga e këngëve, kapitulli i parë. Kënga e këngëve që është e Salomonit. Më putht me të puthurat e gojës së tij, sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Nga aroma e vajrave të tua të këndshme, emri yt është një vaj i parfumuar, i derdhur. Prandaj të duan vajzat. Tërhiqmet e tij, ne do të rendim pas teje. Mbreti më çoi në dhomat e tij. Ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi te ti. Ne do ta kujtojmë dashurinë tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të duan. Unë jam e zezë, por e bukur. O bija të Jeruzalemit, si çadrat e Kedarit, si perdet e Salomonit. Mos shikoni se jam e zezë, sepse dielli më ka nxirr. Bitë në nësime janë zemëruar me mua. Më kanë caktuar të ruaj vreshtat, por vreshtin tim nuk e kam ruajtur. Thua, mo ti që dashuron zemra ime. Ku e kullot kopen dhe ku e lë të pushoj në mesdit. Pse vallë duhet të jem si një grua e mbuluar me vel pranë kopeve të shokëve të tu. Në rast se ti nuk e di, o mo e bukura e grave, ndiq gjurmët e kopes dhe kulloti kecat e tu pranë çadrave të barinjve. Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qerrëve të faraonit. Faqet e tua janë të bukura me ornamente dhe qafa jote me gjerdan margaritarësh. Ne do të bëjmë për ty gjerdan të artë me tokza prej argjendi. Ndërsa mbreti është ulur në tryez, livanda ime përhap aromën e saj. Kënaqësia ime është një qesk e vogël mirre. Ajo do të pushoj tër natën midis gjinjve të mi. Kënaqësia ime është për mua një tuf lulesh alkane në vreshtat e Engedit. Ti je e bukur, mikja ime, ja je e bukur. Sytë tu janë si ato të pëllumbeshave. Sa i bukur je, i dashur im. Madje dhe i dashurueshëm, për më tepër shtrati ynë është blerosh. Traret e shtëpive tona janë prej kedri dhe tavanet tona prej qiparisi. Hebrejve, kapitulli i parë. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, në këto ditë të fundit na foli me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të të gjitha gjërave, me anë të cilit krijoi dhe gjithësinë. Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri përmes vetes së tij pastrimin e mëkateve tona, u ul në të djathtë të madhërisë në vendet e larta, edhe aq më i lartë u bë se ëngjëjt, sa më i shquar se ata është emri që ai e trashëgoi. Sepse cilit prej ëngjëjve i tha ndonjëherë, ti e biri im, sot më linde, edhe përsëri, unë do t'jem atë dhe ai do të më jetë bir, por kur përsëri e fut të paralinduri në botë, thot, le ta adhurojnë të gjithë ëngjëjt e Perëndisë. Kurse për ëngjëjt thot, ëngjëjt e tij ai bën frymra dhe shërbenjësit e tij flak zjarri. Ndërsa për të birin thot, froni yt o Perëndi është në jetë të jetëve. Skeptri mbretërisë sate është skeptër drejtësie. E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer pa udhësinë, prandaj Perëndia yt
të vajosi me vaj nga zëllimi për mbi shokët e tu. Edhe ti o Zot, në fillim themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të prishen, por ti do të mbetesh, dhe të gjithë do të vjetërohen si robë, dhe ti do të mbështjellësh si një mantel, edhe do të ndërohen, por ti e po ai, dhe vitet e tua nuk do të shterren kurrë. Dhe cilit prej ëngjëve i tha ndonjëherë, ulu në të djathtën time, gjersa ti vër miqtë e tu stol të këmbëve të tua, a nuk janë të gjithë frymra shërbenjës që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin?